ka një të vërtet absolute, pothuajse filozofike, që e kornizon në mënyrë të përsosur të gjithë këtë temë. Rryma nuk është gjithçka, por pa rrymë nuk ka asgjë. Është një thënie mjaft e thjeshtë, apo jo? E po, ajo vendos menjëherë gishtin në plag kur bëhet fjalë për rëndësinë jetike dhe rreziqet tepër të larta që vijnë nga sistemi elektrik. Ne shpesh e marrim për të mirë qenë, por çdo aspekt i jetës sonë moderne, fjalë për fjalë, varet nga një fije e padukshme energjie. Dhe kur hedhim syt mbi këtë pamje satelitore madhështore të Evropës së ndriçuar gjatë natës, shkalla e pamase e rrjetit elektrik bëhet absolutisht e pamohueshme. Mira kilometra kablo nën stacione dhe transformator që punojnë të gjithë së bashku në një sinkronizim të përsosur. E gjithë kjo dritë, e gjithë kjo jetë kërkon një stabilitet total. Përpjekja për ta mbajtur këtë rrjet të qëndrueshëm është një detyrë inxhinierike thjesht monumentale. Është një ekuilibër i brisht që përballet vazhdimisht me të papritura. Mirë se vini në këtë shpjegim. Sot do të zbërthejmë pikërisht rrezikun në rrjetin elektrik, defektet, mbrojtjen dhe pasojat e tyre shkatëruese. Ky material hedh dritë mbi forcat e padukshme dhe mekanizmat mbrojtës të inxhinierisë, ata që realisht qëndrojnë midis nesh dhe errësirës totale, duke parandaluar dështimet katastrofike. Do të bëjmë një udhëtim të shpejtë brenda infrastrukturës që mban ndezur dritat e botës, për të kuptuar se çfarë ndodh saktësisht kur prishet ky ekuilibër magjik. Për ta mbajtur çdo gjë të organizuar, struktura jon logjike është kjo. Së pari do të theksojmë rrezikun fizik në rrjetin elektrik. Më pas do të flasim për rrymën e qarkut të shkurtër. Së treti do të shohim mbrojtjen përmes një koncepti inxhinierik gjenial të quajtur trajtimi i pikës yll, por të kaluar te parimi i kompensimit të lidhjes me tokën, dhe më në fund do të shohim pasojat shkatruese kur gjërat shkojnë keq. Fillojmë menjëherë me pjesën e parë, rreziku në rrjetin elektrik. Ky është kërcënimi i heshtur dhe i vazhdueshëm që fshihet brenda rrjetit të energjisë. Këtu duket në mënyrë të shkëlqyer dallimi thelbësor midis atij që është një skenar i keq dhe atij që është një skenar i përditshëm. Në të majt, qarku i shkurtër trepolar. Ky është rasti më ekstrem praktikisht mahti i çdo inxhinieri, sepse sjell rrymën më të lartë dhe bën që të gjitha tensionet në pikën e defektit të bien menjëherë në zero. Kjo është pika e referencës, ngarkesa maksimale termike për të cilën dizajnohen pajisjet. Por nga ana tjetër, në të djathtë kemi defektin një polar në toksim. Në fakt ky është lloji bindshëm më i zakonshëm i defektit në të gjithë rrjetin. Kështu që, ndërsa sistemet projektohen për t'i bërë ballat i trepolar, në jetën e përditshme rrjeti përballet kryesisht me prishjet e ekuilibrit nga vetëm një fazë. Nëse ndjeki me vëmendje kurbat në ngjyrë të kuqe këtu, hapet një pamje krejtësisht magjepse e fizikës në veprim. Kur ndodh një qark i shkurtër, rryma fillestare alternative nuk qëndron në një vlerë të vetme, statike, absolutisht jo. Ajo arrin një kulm dinamik, si një val gjigante që përplaset me bregun, përpara se të fillojë qetësohet dhe të kthehet në një rrymë defekti më të vazhdueshme. Është pikërisht ky kulm goditës në fillim që teston në maksimum kufit mekanik të çdo pajisje të lidhur në rrjet. Kjo na sjell te pika jone e dytë, rryma e qarkut të shkurtër dhe fuqia e saj, dhe mënyra se si këto elemente po sillen sot. Ajo që është vërtet e jashtëzakonshme këtu është se peizazhi i ri i energjisë moderne po i ndryshon plotësisht rregullat e lojës. Gjithë këta faktorë në listë po ulin në të vërtetë fuqinë e përgjithshme të qarkut të shkurtër në rrjet. Ose, thënë ndryshe, me kalimin e prodhimit të burimet e decentralizuara si turbinat e erës, ulja e prodhimit nga termocentralet e vjetra, si dhe përdorimi i linjave të transmetimit me rrymë të vazhduar, ne po ndryshojmë mënyrën se si reagon rrjeti. Energjia e rinovueshme thjesht nuk pompon rryma masive të qarkut të shkurtër në sistem. Pra, vetë natyra e mbrojtjes që i duhet rrjetit po evoluon paralelisht me teknologjitë tona të gjelbra. Pika numër 3. Mbrojtja përmes trajtimit pikës yll. Një element që shërben si një mburoje e padukshme. Nëse vëmë re këtë transformator gjigant, vihet theksi pikërisht te një lidhje specifike, ajo e pikës yll me tokën. Dhe gjëja më e bukur rreth kësaj lidhje është se, në një ditë të zakonshme pune për rrjetin, ajo është plotësisht inaktive. Ajo nuk bën pothuajse asgjë. Por, në sekondën që kemi një defekt asimetrik, të themi, një kablo e tensionit lartë kaputet dhe bie në tokë, e gjithë vëmendja kalon te kjo pikë. Është pikërisht ajo që dikton plotësisht se si do ta përballojë sistemin goditjen, një rojtar i heshtur i gjithë strukturës. Për të kuptuar se sa e rëndësishme është kjo, le të krahasojmë dy qasje krejtësisht të ndryshme inxhinierike. Nga njëra anë kemi sistemin e izoluar. Ky është i shkëlqyer për të vetëshuar defektet e vogla dhe për të mbajtur rrymën ndezur, por mbart rrezikun absolut të një defekti të dyfisht që mund të sjellë një kolaps masiv.
Nga ana tjetër, kemi tokëzimin e drejt për drejt, i cili preferohet për rrjetet e mëdha dhe mund të përtyp rryma defekti që arrin vlera të frikshme, si për shembull 2000 amper. Pra, nuk ka asnjë zgjidhje universale, çdo gjë varet nga madhësia dhe karakteri i rrjetit specifik. Kjo na lidh mrekullisht me pikën e 4, parimi i kompensimit të lidhjes me tokën. I shëndetshmi duhet të ushqejë të sëmurin, ose e thënë më sakt, fazat e shëndetshme do të ndihmojnë atë me defekt. Kjo frazë thellësisht poetike përmbledh në perfeksion një inxhinierie fantastike që quhet bobina Petersen. Në vend që të ndërpritet e gjithë rryma kur ndodh një defekt, fazat e rrjetit që ende punojnë siç duhet organizohen fizikisht dhe elektrikisht për të mbështetur dhe neutralizuar dëmtimin në fazën që ka pësuar goditjen. Dhe ja se si duket ky lloj hardware-i mbreselënës, spiralja Petersen ose spiralja shtypse e harkut. Ajo që bën kjo pajisje është pak a shumë si akordimi i një instrumenti muzikor, por për rrjetin elektrik. Duke rregulluar vlerat e saj brenda sistemit, ajo luan me frekuencat dhe kapacitetet për të anuluar praktikisht rrymën e defektit. Rrjeti mbetet me një rrymë mbetëse kaq të vogël, saqë harku elektrik që krijoi defektin thjesht vdes, kthehet në zero dhe shuhet vet. Asnjë ndërprerje masive drite, thjesht një kryevepër e pastër inxhinierike në veprim. Kalojmë te pjesa jonë e fundit, e pesta, pasojat shkatruese të defekteve. Sepse, pavarësisht gjithë asaj mbrojtje që sapo përmendëm, ndonjëherë forcat çlirohen jashtë kontrollit. Thjesht vështroni se çfarë mund të bëjë fusha magnetike gjatë një qarku të shkurtër, është krejtësisht marramendëse. Këto nuk janë thjesht tela, këto janë kabla jashtëzakonisht të trasha dhe të rënda industriale. Ato ishin të fiksuara fort me kapse metalike dhe përsëri, e gjithë ajo forcë e papritur elektromagnetike i ka përdredhur dhe zhvendosur nga vendi sikur të ishin prej plasteline. Një rrymë masive mund t'i shndrojë këto kablo në armë të vërteta shkatruese brenda fraksioneve të sekondës. Tani të mendojmë për shkallën e kësaj force mbi një transformator të vërtet, masiv. Nëse një qark i shkurtër masiv ndodh brenda një bishe të tillë shumë tonshe, presioni i papritur, nxehtësia ekstreme dhe zjerja e vajit izolues krijojnë një stres termik dhe dinamik aq të ashpër saqë mund të çajë krejtësisht kazanin prej hekurit të rënd. Është një shpërthim i mirëfillt i dhunshëm. Ja pse sistemet e mbrojtjes duhet të reagojnë me shpejtësinë e dritës, fjalë për fjalë. Për ta kuptuar më mirë këtë, na ndihmojnë statistikat, ku ndodhin zakonisht defektet në këta transformator gjigant. Rezulton se plot 40% e rasteve shfaqen tek ndërruesi i shkallëve, praktikisht tek pjesa mekanike që rregullon tensionin. Dhe më pas, 35% ndodhin direkt në mbështjellje dhe në bërtham. Si gjithmonë në inxhinieri, aty ku kemi pjesë në lëvizje ose zona me ngarkesën më të lartë elektrike, aty e kemi edhe thembrën e akilit. Por le të jemi të qartë, nuk kemi nevojë për stacione gjigante për të parë këtë lloj rreziku. Siguria, ose mungesa e saj, fillon nga niveli më elementar. Shikoni këtë katrahur me instalime shtëpiake. Injorimi i rregullave bazë të sigurisë, si puna e papërgjegjshme dhe e pamenduar që shihet këtu, mund të sjellë saktësisht të njëjtin rrezik vdekjeprurës dhe shpërthyes, por kësaj radhe, brenda shtëpive apo ndërtesave tona të përditshme. Dhe kështu mbërrim në një pyetje thellësisht reflektive. Sa e brisht është në të vërtet ajo infrastrukturë fshehur pas mureve që po e mban të ndezur atë pajisjen tuaj pikërisht në këtë sekond. E gjithë kjo analizë shërben si një kujtesë e fortë e atyre forcave të jashtëzakonshme ndonjëherë të brishta inxhinierike. Është një balancë jetike, një luftë e përditshme milisekond pas milisekonde për ta mbajtur rrymën të rrjedhë dhe sigurt në mënyrë që asgjë nga jeta jonë moderne të mos ndalet kurrë, të bën vërtet ta shohësh prizën e murit me një sy tjetër, apo jo? Përshëndetje, nëse dëshironi të përfitoni më shumë njohuri teorike, ju ftoj të abononi në kanalin tim në YouTube, Inxhinieri Energjetike me Valon Rizvanaj.